Kryeministri Edi Rama në podcastin Flasim komentoi vendimin e gjykatës kushtetuese që riktheu Belinda Balluku në detyrë deri më 22 janar. Rama e cilëson këtë vendim si eliminimin e një precedenti unik dhe zbrapsen e një brutaliteti institucional. Sipas tij, rasti krijoi një situatë të paprecedent ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetenca që u përkasin kryeministrit dhe parlamentit. Gjykata kushtetuese hoqi pezullimin e zëvendës kryeministres dhe vendosi ta gjykojë çështjen në themel në fund të janarit. Në aspektin ligjor u eliminua një precedent unik në botë dhe u zbraps nga gjykata më e lartë e vendit një brutalitet alla shqiptarçe në interpretimin e ligjit, i cili goditi organizmin demokratik të shtetit. Ndërsa në aspektin ndërinstitucional, kjo befasi antikushtetuese dhe antidemokratike, ku një prokuror dhe një gjykatës morën kompetencat e kryeministrit, presidentit, parlamentit, duke tollovitur shtetin dhe duke kthyer një proces ligjor në një gjyq partizan jashtë kornizës ligjit, kërkon me dorëmos një reflektim po kaq ndërinstitucional. Jo thjesht vetëm mbi këtë rast, por në tërësi mbi simptomat shqetësuese të ushtrimit me papërgjegjshmëri të pavarësisë pushtetit të drejtësisë, duke e bërë në jo një rast kurën më të dëmshme se sa sëmundja që luftojmë bashkarisht. Kjo shkreptim nuk erdhi në qell të pastër dhe nuk erdhi as e vetme për fat keq ose ndoshta për fat mirë, sepse paralelisht me pezullimin antikushtetues të një ministri, u shpërfaq këtë herë jo fal një prokurori dhe një gjykatësit vetëm, por fal dy shoqatash të gjyqtarëve të Shqipërisë, një tjetër brutalitet alla shqiptarçe me hapjen e një gjyqi nga gjykatësit për të rritur pagët e tyre. Po, e dëgjuat mirë, gjykatësit duan të rrisin vetë pagat e tyre. Jo për herë të parë fatkeqësisht, po për herë të dytë. Ata duan të marrin përsëri kompetencat e qeverisë të parlamentit, duke u treguar jo thjesht të zgjedhurve, po vetë zgjedhësve, se mbi vullnetin e tyre dhe përtej kufive kushtetues mes pushteteve qëndrojnë ata, tokat e zeza të Shqipërisë, me pushtetin suprem të çekiçit të drejtësisë së pavarësuar nga politika tani më. Dhe atë çekiç që Republika u ka besuar për interesin e saj të lartë të drejtësisë barabartë për gjithë, ata mund ta përdorkan kur të duan për të hapur me dhunë edhe arkën e buxhetit të shtetit dhe për t'i arritur rrogat vetes dhe sa përkatësisht 1.600 euro plus në muaj për gjykata dhe prokuroritë e zakonshme dhe 3.100 euro plus në muaj për gjykatën speciale dhe spaku. Një shprehje e urtë italiane thot due indizi non fanno una prova, dy indicie nuk përbën një provë. Çka sot në fakt po të shohësh se si fajsot njeriu me xhelisin ton politike mediatik përbëjnë jo një provë, po dy dënime. Por unë nuk do të ndjek kurse logjikën e mbrapsht të dënimit me indicie as në të rast, po do të mbetem tek bindja se këto dy indicie të shqetësuese nuk provojnë se protagonistët e pavarësisë drejtësisë u ka marrë koka erë. Dhe u shmbushur mendja se ata janë shteti, ata janë ligji, ata janë drejtësia, si puna e ca trimoshave të BKH-s, për cilët kam dëgjuar shumë çuditëra, po kishin ardhur një ditë në godinën e Këshillit të Ministrave dhe nuk donin të linin patllakën tek dera, sipas rregullores sigurisë së lartë të Gardës së Republikës. Rama në podcastin e tij Flasim komentoi edhe zgjedhjen e drejtuesit të ri të SPAK. Rama u shpreh se i uron drejtuesit të ri Klodian Braho të çojë SPAK në një tjetër nivel ku edhe vlerësoi punën e Altin Dumanit. Gjykata rrëzoi vendimin e mëparshëm të GKK për pezullimin nga detyra dhe rikthen në detyrë zëvendës kryeministren Belinda Balluku me shumicë votash pezullimin e zbatimit të vendimeve gjyqësore numër 118 datë 19/11/2025 dhe numër 120 datë 22/11/2025 të gjykatës posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar për pjesën që kanë disponuar caktimin dhe vazhdimin e masës ndaluese, pezullimi i ushtrimit të një detyre a shërbimi publik ndaj shtetases Belinda Balluku, sipas nenit 45 të ligjit organik të gjykatës. Vendimi i pezullimit do të dërgohet për botim në fletoren zyrtare, thuhet në njoftimin e kushtetueses. Ndërkohë më 22 janar, gjykata kushtetuese do të shqyrtojë në seancë publike kërkesën e Ramës për Balluku.